Mirë se erdhët të dashur peshqi në letra të rrëfenj. Jam Diana, do bëjmë leximin e radhës. Si që shihni, kam hapur 9 letra që të marrim më shumë, sa më shumë që është e mundur. Dhe kur hedh një sy kështu në përgjithësi letrave, kjo jap let qartë për një kapitull që po mbyllet peshqi. Nuk është një javë ku gjithçka ndryshon brenda një dite, por është java ku do ta kuptosh se disa gjëra nuk kanë më vend në jetën tënde. Çdo letër e shtyn tjetrën përpara dhe krijon një histori. Fillimisht vendosen gjërat në peshore, pastaj mbyllet një derë dhe më në fund hapet një mundësi shumë më e mirë. Javën e fillojmë me drejtësinë, të dashur. Kjo tregon se do të përballesh me një situatë ku drejtësia dhe vërteta dalin në sipërfaqe. Nëse ke pritur një përgjigje, një vendim, një sqarim, ose dikush të pranoj gabimin. Ka shumë gjasa që këtë javë gjëra do të qartësohen. Në punë mund të vlerësohet përpjekja jote, ndërsa në jetën personale mund të kuptosh se kush ka qenë korrekt me ty dhe kush jo. Kjo letër të kërkon edhe ty të mos marrësh vendime me emocion, por me logjik, të dashur peshqi. Sa më objektiv të jesh, aq më shumë fiton. Pas kësaj del Epifani letra që është që tregon se menjëherë pas këtij sqarimi do të shohësh një situatë me sy krejt të ndryshe peshqi. Mund të jetë një bisedë, një informacion ose një ngjarje që të bën të thuash, tani e kuptova. Ndoshta ke insistuar për diçka që nuk ja vlente, ose ke patur frikë se të bësh një hap që në fakt është shumë i nevojshëm. Kjo javë të jep një qartësi mendore dhe të ndihmon të marrësh vendime më të mira. Më pas vjen letër e bukur, të dashur peshqi, është guximi, strength. Dhe kjo është letra që lidh leximin, pasi e kupton të vërtetën, nuk reagon më me nerva apo impulsivitet, përkundrazi tregon mjekuri. Mund të përballesh me një person kokfort, me një konflikt ose me një situatë stresuese, por këtë herë nuk do të hysh në debate të kota. Pikërisht qetësia jote do të jetë arma më e fortë. Dikush pret që ti të shpërthesh, por ti do të habisësh me kontrollin që ke mbi veten. Dhe kjo duhet të bëhet peshqi, nëse dëshironi të fitoni në këtë gjë. Ky kontroll të çon në 9 të Ariel. Një nga letrat më pozitive të leximit të juaj, të dashur peshqi. Këtu fillon të marrësh frutet e punës që ke bërë. Mund të jetë një përmirësim financiar, një sukses në punë, një projekt që ecën mirë ose thjesht ndjenja se më në fund po shijon rezultatet e sakrificave të tua. Është një javë ku ndihesh më i sigurt ekonomikisht ose emocionalisht. Ke arsye të jesh krenar me veten, absolutisht. Menjëherë pas kësaj del 10 të Majklit. Shiko, në qendrën e leximit e keni, kjo nuk është një humbje. Por e një diçka pas vetës, një veti tuaj, një shprehi, një mendim, një person, një humbje përfundi diçkaje që të ka lodhur për shumë kohë. Mund të mbyllet një konflikt, të përfundojë një bashkëpunim, të heqësh dorën nga një zakon, siç thash, ose të largohesh nga një situatë që të ka marrë energjinë. Në fillim mund të duket e dhimbshme. Se mësojmë edhe në të keqen të jetojmë, të dashur peshqi, apo në të vështirën, të them ashtu. Por shumë shpejt të kuptosh se kjo mbyllje ishte e domosdoshme që të vazhdosh përpara. Dhe pikërisht këtu vjen letra 0. Shikoni, këtu është letra 0. Pasi një derë mbyllet, vjen momenti të bësh një hap të ri, një kapitull të ri. Mund të jetë një ofertë pune, një njohje, një projekt ose një vendim personal që deri tani e ke shtyrë nga frika. Letra të thonë se tani është koha të besosh më shumë tek vetja. Nuk do t'i kesh të gjitha garancitë, por nëse të pret momentin perfekt, mund të mbasësh këtë mundësi. Pra, nuk ka momente perfekte, ka veprime perfekte. Ky hap i ri, nëse bën këtë hap, pra, sjell asin e Rafaelit. Në jetën emocionale kjo është një nga letrat më të bukura. Për disa peshë mund të nënkuptoj fillimin e një njohje të re. Një njohje të re,
Kjo është një nga njerëzit që nuk i keni njohur, ta them kështu. Një pajtim ose afrim me dikë. Kur them njohje, një person që nuk e njeh. Pajtim me dikë apo një afrim me dikë. Për të tjerët mund të jetë një rilindje emocionale, pra ndihesh përsëri i motivuar apo e motivuar dhe optimist pas një periudhe të vështirë. Nëse ke qenë e mbyllur në vetvete, kjo javë të ndihmon të hapesh përsëri, të dalësh mes njerëzve, të thema shumë, me kuptim dhe me kokën lartë. Del asi tjetër, kemi dy asër këtu të dashur. Asi i majtlit që tregon se jo vetëm zemra, por edhe mendja fillon të funksionojë ndryshe. Peshqi është një nga leximet më të bukura që kam bërë kohëve të fundit për ju. Tani ke një ide të qartë ose se çfarë do dhe çfarë nuk do më. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm për punë, studimet ose jetën personale. Një bisede sinqert mund të zgjidhë një keq kuptim që ka zgjatur prej kohësh. Mos ki frikë të thuash të vërtetën me respekt. Absolutisht. Dhe leximin të dashur e mbyllim solution me një zgjidhje. Dhe kjo është arsyeja pse gjithë java duket si një proces. Fillon me drejtësi, kalon në përsëritje, mbyll një kapitull dhe përfundon duke gjetur ekuilibrin. Zgjidhja nuk vjen sepse problemet zhduken vetë, por sepse ju peshqi ndryshoni mënyrën se si i trajtoni ato. Një kompromis, një bisedë ose një vendim i matur do të sjellë paqe aty ku më parë kishe tension. Të dashur peshqi, kjo është një javë ku lë pas shumë peshë që ke mbajtur mbi supe. Mund të mbyllësh një histori, të fitosh një betejë të rëndësishme dhe të fillosh diçka të re me shumë tepër besim, ta them kështu. Nuk është javë për të parë pas. Çdo letër të shtyn drejt një fillimi të ri, më të qartë dhe më të qetë. Ndonjëherë fitoria më e madhe nuk është të mbash gjithçka me vete, por të dish çfarë të duhet të lësh pas. Kur e bën këtë, rruga përpara hapet dhe bëhet më e lehtë. Të heqim gjërat nga supet tona që nuk na duhen, për atë ardhme që duam.